kanë eduku fëmijët e tyre gjithmonë me 3 këshilla. Ato këshilla i kanë llogaritë që nëse ato ja u mbjellin zemër, për ata më nuk është problem, lëshoj ku dush, let janë ku do, let janë me kondon. Çfarë do vani kudo që janë, nuk është problem për ta. S'kan nevojë që më u marr me ta. Për këtë arsye janë kanë gjenerata të cilat na i marrim shembull dhe deri në ditën e Kiametit do të mirën shembull për njerëzve. Rezultati këtyre 3 këshillave që ja u kanë mbjell fëmijëve të tyre në zemër. E para aty është që i kanë mësuar çdo herë me fjalën që Allahu më sheh kudo që të jam. E para. E dyta është Allahu më ka në kontroll. Dhe e treta, Allahu është me mu. Kudo që t'jesh, Allahu të sheh, Allahu të ka në kontroll, Allahu është me ty. Për që ta dush mi u tut Zotit? Çka po bën? Mos mi dhon vetit, hajtë se këtu së njohin njerëzit, hajtë se këtu jam vend hujt, hajtë nuk i ka hije muslimanit, as muslimanes, që me pas frikë për dikuj tjetër, ndërsa kur se shohin tjerë, me u fut në gjunahe, edhe mos me ditë tutën e Zotit. Për këtë arsye, tregohet për një njeri të devotshëm Abdullah ibn Amr e ka pas emrin, ky njeri është aq i ka dalë zoni që është njeri i devotshëm që i tutet Zotit, saqë është fol shumë edhe në shtëpiat e njerëzve. Derisa një ditë njëna prej grave, e cila është konë shumë e bukur, që bukurisë saj është konë problem me i rezistu, i thët burrit vet, shumë jeni të ngritve këtë Abdullahin, thët, une ma mërë me që nëse testoj, edhe pse, do në vish me vërtetu, a thu, realisht a është i devotshëm apo është i atij lloji që janë disa njerëz, në sytë njerëzve janë devotshëm, që thot populli nuk i shkelin bubreca. Ama kur janë në vet, kur ju jepet rasti që nuk i sheh dikush, s'tojnë nxez pa bu. E kjo don me testua, thu ky realisht është çashtu i devotshëm që po folin njerëzit për to. E i thot burrit, a më jep leje thot shkoj te provoj ato. I thot burri për ato të garantoj që ajo është njëri që është shembull për devotshmëri. I thot gruaja mirë, po shkoj thot nëse më jep leje. I thot burri shko. Edhe shkon kjo gruaja. Edhe kur shkon te ai, Abdullah ibn Amr, ky njeri devotshëm më njëherë kupton qëllimin e saj. E kupton çka po don. Edhe i thot mirë. Oj muslimane, thot nëse llogaritë që e bojmë gjinohin, ama nëse më njëherë mas gjinohet na vjen me laçja dekës, më na i marr shpirtin, a kishe me pranu me bu këtë gjuna? I thot jo. Mirë. Thot llogaritë që e bojmë gjinohin, ama sikur ky gjuna t'jetë shkak që nesër kur dalim para Zotit me të dhonë libri i veprave tua në dorën e majt, ata që e marrin dorën e majt, dihet që e kanë vënë në xhenem. Thot a kishe pranu me e bu këtë gjuna? Thot jo vëllai. Thot mirë. Nëse për shkak të gjunohit, kur dësh me e kalu nesër urën e Siratit, që nër urën e Siratit është zjarmi i xhenemit. Thot ky gjuna më bu shkak që më ron zjarmi i xhenemit, a kishe me e pranu me bu? Thot jo vëllai. Thot atëherë, apo ja vlej ka që për gjuna, për një knacit për koshmit soj dynjeje, me hup të përjeqmen, me hup që ftyra me të shëndrit nesër para Allah Gjeleshanuhu, me hup atë mirësien që me të dhonë librin dorën e djatë, me hup knacit e gjenetit, thët jo vëllaj, si ja vlejn, edhe ullë kryt kjo gruja dhe kthejet. I bjen pishman, edhe kuptohet që kjo realisht është kon njeri devotshëm si në syt njerëzve sikur kur është kon vetmi. Inshallah dhe neve na i bën Zoti nasip që kur të na vjen ndonjëherë shejtani me çytjet e tij për më nashtim me bën ndonjë gjëna, mos të harrojmë. Mos të harrojmë 3 këshillat që Allahu na sheh, Allahu është me neve, Allahu na ka në kontroll.